Mbrojtja e fëmijës është një proces ku nisur nga nevojat e fëmijës kërkohet gjithmonë një qasje holistike. Kurse cili nga profesionistët e ftuar në takimet multidisciplinare merr përgjegjësinë e vet, detyrën e vet dhe realizon ekspertizën që ai ka në interesin më të lartë të fëmijës, atëherë edhe puna bëhet më e lehtë për menaxhimin e rastit dhe fëmia merr ndihmën e duhur dhe në kohën e duhur. Gjithashtu, ky bashkëveprim ka një rëndësi tjetër të veçantë, sepse i gjithë grupi multidisciplinar merr një motivim dhe stimulim për të punuar më mirë në të ardhmen, pasi jemi bashkë që ndajmë suksesin e arritur në menaxhimin e një rasti. Por ka edhe sfida, ka edhe raste kur në këto takime profesionistët nuk marrin përgjegjësinë e duhur në lidhje me rastin. Mund të ketë persona dhe destruktiv, mund të ketë persona që nuk janë të duhurit në lidhje me rastin, dhe atëherë sfida për mua bëhet shumë e madhe dhe fëmia nuk merr ndihmën e duhur dhe atë cilësore. Detyra ime si punonjëse e shëndetësisë dhe si mjeke është që ta dalloj një fëmijë dënuar në kohë, t'i jap atij ndihmën e parë dhe në të njëjtën kohë ta raportojmë polici. Kam pasur raste, kujtoj rastin e një fëmije djalë të abuzuar seksualisht, një rast i cili u ndoq për një kohë shumë gjatë, derisa fëmia arriti rekuperimin e plot fizik dhe psikologjik. Roli i punonjësve të policisë është ndërhyrja e menjëhershme për të siguruar jetën dhe sigurinë e fëmijëve. Një nga rolet kryesore ku ne marrim pjesë është edhe në grupin multidisciplinar të krijuar pranë bashkive, ku menjëherë merren masat mbrojtëse në ndihmë të fëmijëve. Në këto grupe trajtohen raste të fëmijëve të cilët janë të abuzuar apo të dhunuar në ambientin familjar apo në mjedise të tjera, dhe kemi një bashkëpunim shumë të mirë edhe me komunitetin dhe me familjen për t'i dhënë një ndihmë të menjëhershme fëmijëve. Gjithashtu roli ynë është shumë domethënës dhe i rëndësishëm gjatë investigimit apo hetimit, gjatë procesit hetimor në prokurori dhe në gjykatë. Organizata ku punoj ofron shërbime për shumë fëmijë dhe prindërit e tyre, si informime, këshillime, mbështetje me mjete materiale. Gjithashtu ne zhvillojmë dhe aktivitete krijuese dhe edukative, si dhe aktivitete argëtuese me fëmijët dhe prindrit. Qëllimi ynë është jo vetëm të parandalojmë rastet e abuzimit të fëmijës, por nga ana tjetër të edukojmë prindrit, duke përmirësuar aftësitë e tyre të këshillimit prindëror. Pas identifikimit të rasteve, ne këto i referojmë tek shërbimet sociale. Por këtë detyrë ne nuk mund ta bëjmë vetëm, dhe bashkëpunëtori kryesor është vetë fëmia, janë prindrit, janë strukturat e shërbimeve sociale, është njësia për mbrojtjen e fëmijëve, është policia, është shkolla dhe OF-t e tjera lokale. Bashkëpunimi midis aktorëve të ndryshëm që punojnë me fëmijët, duke filluar nga prindërit, nga shkolla, që janë mësuesët, drejtuesat e shkollave, dhe nga psikologët e shkollave, punojësit social, bashkëpunimi me organizatat e ndryshme që punojnë me fëmijët, bashkëpunimi me njësinë e mbrojtjes së fëmijëve në bashki ka qenë gjithmonë i frytshëm dhe shumë i domosdoshëm për rehabilitimin e fëmijëve. Që bashkëpunimi të jetë sa më i frytshëm dhe për interesin më të lartë të fëmijës, duhet që të bashkërendohen punët dhe detyrat, që fëmia të mos traumatizohet, por të ndryshojë sjellje dhe të përfshihet në aktivitete shkollore dhe të jetë sa më mirë.